Domethënë, Allahu i lartësuar ma ka bërë detyrë të agjironi disa ditë të njohura, që janë ditët e muajit Ramazanit. Allahu i lartësuar na ka bërë detyrë të agjirojmë pak ditë. Agjërimin e ka bërë të lehtë. Nuk kërkon Allahu i lartësuar prej nesh të agjirojmë të gjithë muajt e vitit. Nuk na ka bërë detyrë që të agjirojmë disa muaj, po vetëm një muaj në vit. Dhe gjithashtu nuk ka kërkuar prej nesh që të agjirojmë 24 orë apo disa ditë pareshtur, domethënë duke mos e ndërprerë agjërimin gjatë natës. Por agjërimi është nga agimi deri në perëndimin e diellit. Kështu që Allahu i lartësuar këtë detyrë e ka bërë të lehtë. Janë ditë të njohura, ditë të pakta, dhe s'është e vështirë përmbushja e kësaj detyre. Ayyaman ma'duda, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kush është nga ju i smur ose në udhtim, i lejohet ta prish agjërimin. Dhe për çdo ditë që ka lënë, do ta zëvendësoj. Ditën që ka lënë do t'i zëvendësoj me ditë të tjera. Në këtë ajet Allahu i lartësuar ka bërë lehtësim për të smurin dhe për udhëtarin. Nëse njeriu është i smur dhe ka të vështirë agjërimin, atij i lejohet që ta prish agjërimin. Por për çdo ditë agjërimi që ka lënë, duhet ta zëvendësoj. Ta zëvendësoj pas muajit Ramazanit. Po ashtu Allahu i lartësuar ka bërë lehtësim dhe për udhëtarin. I lejohet udhëtarit që ta prish agjërimin dhe ditët e lëna të i zëvendësoj pas Ramazanit. Po cila është më e mirë për udhëtarin? Pra thamë që i lejohet udhëtarit. Kush është në udhëtim, i lejohet ta prish agjërimin. Dhe ditët që ka lënë do t'i zëvendësoj. Po cila është më e mira për to? Më e mira për udhëtarin është që nëse nuk has vështirësi të agjëroj. E nëse has vështirësi gjatë agjërimit, më e mira për ta është mos agjëroj. Kështu kanë shpjeguar dietarët, bazuar në hadithet e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Pasi ka ndodhur që Profeti sallallahu alaihi wasallam ka agjëruar në udhtim, dhe gjithashtu ka ndodhur që ai ka prishur agjërimin në udhtim. Dhe sipas një hadithi Profetit sallallahu alaihi wasallam nuk e ka quajtur mirësia agjërimin në udhtim. Domethënë agjërimin e atij personi që has vështirësi, thot leysa min al-birri as-siyamu fi as-safar. Kështu që Allahu ka bërë lehtë fen, na ka bërë detyrë që të agjërojmë pak ditë. E megjithatë, nëse njeriu është i smur dhe ka të vështirë agjërimin, Allahu ka bërë lehtësim tjetër. Allahu i lartësuar ja ka lejuar që ta prish agjërimin dhe t'i zëvendësoj ditët. Po ashtu edhe udhëtarit ja ka lejuar që ta prish agjërimin dhe t'i zëvendësoj ditët e lëna. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ndërsa për ata njerëz që përpiqen të agjërojnë, por e kanë shumë të vështirë agjërimin, siç janë pleqt dhe plakat që nuk e përballojnë dot agjërimin, ose ata që kanë smundje kronike dhe nuk e përballojnë dot agjërimin. Këta për çdo ditë agjërim ushqejnë një të varfër. Fe fidyatun ta'amu miskin. Thot Allahu i lartësuar për çdo ditë agjërim ushqejnë një të varfër. Në fillimet e obligimit të agjërimit, siç ka treguar Seleme ibn al-Akwa radhiyallahu anhu, njerëzit kishin mundësi zgjedhje. Edhe ata që ishin të aftë, ose të agjëronin, ose për çdo ditë agjërimit ushqenin një të varfër. Pastaj Allahu i lartësuar e shfuqizoi këtë gjendje dhe e bëri detyrë agjërimin e muajit Ramazanit për çdo njeri që kishte mundësi, që ishte i aftë fizikisht, që e përballonte agjërimin, dhe abrogoi gjendjen kur njeriu kishte mundësi pra që të ushqente në vend të agjërimit, të ushqente një të varfër për çdo ditë agjërim. Mirë po, kjo mbeti në fuqi për plakun dhe plakën që nuk e përballojnë dot agjërimin. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Layset bi mansukha." Domethënë ky ajet nuk është i abroguar, nuk është i shfuqizuar sa i përket plakut dhe plakës, të cilët nuk e përballojnë dot agjërimin. Atyre ju lejohet ta prishin agjërimin, u lejohet mos agjërojnë, dhe për çdo ditë Ramazani ushqen një të varfër. Të njëjtin gjykim ka edhe i smuri kronik që nuk e përballon dot agjërimin. Për çdo ditë Ramazan ushqen një të varfër. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khayran fahuwa khayrun lah. Kush jep më shumë se ushqimi një të varfër për çdo ditë, kjo është më e mirë për ta. Detyra që nuk e ka agjëruar Ramazanin për shkak se s'e përballon dot, siç është plaku dhe plaka dhe i smuri kronik, pra detyra ka që për çdo ditë ushqej një të varfër, për çdo ditë Ramazan. Por nëse jep më shumë ushqim, kjo është më e mirë për ta. Ka mirësi më shumë. Faman tatawwa'a khayran fahuwa khayrun lah wa an tasumu khayrun lakum. Dhe që ta agjëroni është më e mirë për ju. Që ta agjëroni është më e mirë për ju. Wa an tasumu khayrun lakum
in kuntum ta'lamun. Se e dini pra mirësinë e madhe të agjërimit, kështu veproni. Atëherë ky ajet flet për disa nga rregullat e agjërimit. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala të bëjë të dobishme këto që u shpjegova. Allahu shpëlbeft të mira. Walhamdulillahi rabbil alamin.